Kemi siguruar edhe videonjëzime, edhe dëshmitar dhe gjithçka në mënyrë që sa më të plot të kuptojmë rrethonat dhe mënyrën si ka ardhur deri te humbja e jetës nga ana e viktimës. Dhe gjatë punimit që janë bërë aty, vërehet që një punëtor lëndohet nga ajo pajisja që bie. Mëngjesin e datës 22 qershor 2026, policia e prokuroria në Prizren u alarmuan për lëndimin e një 26 vjeçari në vendin e tij të punës. Deklarimet fillestare ishin se punëtori u godit nga një pjesë e një makinerie betoni. Në vendin e ngjarjes bashkë me policinë dhe prokurorin e rastit dalin edhe ekipe tjera hetimore. Ekipet mjekësore në një ambulancë të këtij qyteti konstatojnë vdekjen e Teriut, i cili kishte marrë lëndimin në vendin e tij të punës, gjatë kohës që po punonte në ndërtimin e një objekti shumëkatësh. Në momentin tragjik, punëtori ishte duke punuar bashkë edhe me disa kolegë të tij në shtrimin e një pllake betoni në oborrin e ndërtesës. Objekti ishte i pajisur me kamerat e sigurisë dhe nga ato shihet e tërë ngjarja e momentit tragjik. Një makineri betoni po bëhej gati për shkarkimin e ngarkesës së betonit. Pasi pllaka ishte me përmasa të gjëra, shkarkimi i betonit duhet të bëhet me anë të pompës, e cila e dërgon betonin në hapësira të larta e të thella. 26 vjeçari ishte bashkë me disa kolegë të tij të punës, dhe në momentin kur gypi i pompës së betonit afrohet afër pllakës dhe fillon shkarkimin e betonit për mbushjen e pllakës, 26 vjeçari afrohet afër gypit. Bashkë me betonin në tokë bie edhe pjesa e hekurit të pompës së betonit, që e godet atë, duke u bërë fatale për punëtorin. Pasi janë marrë masat e nevojshme dhe janë dhënë udhëzimet për ekipet hetimore, prokurori i rastit Lutfi Morina kthehet në zyrën e tij në prokurorinë e Prizrenit dhe fillon lëshimin e autorizimeve të para. Heqja e pamjeve nga kamerat e sigurisë të momentit të ngjarjes, e po ashtu autorizon policinë që pamjet e kamerave të sigurisë të merren që nga fillimi i punës atë ditë, për me pas më të qartë edhe ambientin e punës para aksidentit, e po ashtu respektimin e rregullave dhe shëndetit në punë. Qëshin njoftu sot për aksidentin që ka ndodhur? Si prokurori i rastit mund t'ju informoj se sot rreth orës 8 në vend punishtën e një kompanie e cila është duke bërë ndërtim të lartë në rrugën Ismail Qemajli ka pasur një aksident në vendin e punës nga një punëtor dhe i cili ka pësuar me fatalitet, ka humbur jetën. Në rastin konkret janë bërë të gjitha hetimet në ndërlidhje me sigurimin e prova nga vendi i ngjarjes, duke dalur krim teknika, IML-ja dhe të gjitha organet tjera ligjzbatuese, e që më pas e njëjta kemi lëshuar edhe vendimin për të bërë obduksionin viktimës, e po ashtu kemi siguruar edhe videonjëzime, edhe dëshmitar dhe gjithçka në mënyrë që sa më të plot të kuptojmë rrethonat dhe mënyrën si ka ardhur deri te humbja e jetës nga ana e viktimës. Ndër autorizimet e para është edhe arrestimi i një personi në vend punishte ku ka ndodhur rasti. Personi i arrestuar dërgohet në mbajtje për 48 orë. Prokurori këtë kohë do të shfrytëzojë në hetimin e të gjitha rrethanave që dërguan në shkaktimin e aksidentit fatal. Në vend ngjarjes a keni gjetë provat mjaftueshme që ju ndihmojnë për hetimin e më të tjeshëm? Si fillim, duke pasur parasysh se vend punishtja ka qenë mbuluar me kamera të sigurisë, dhe nga ana e kamerës sigurisë kemi ardhur deri te një dyshim fillestar lidhur me përgjegjësinë penale të një personi, andaj edhe unë kam marrë një vendim për ndalimin e tij fillimisht për 48 orë dhe më pas do të shohim pas plotësimit të gjitha shkresave me anë të cilave ne do t'i analizojmë dhe do të vendosim për më tutje si do të trajtojmë, dhe nëse në vazhdën e hetimeve do të hasim në ndonjë provë që dëshmon për përgjegjësinë penale edhe të personave të tjerë, patjetër që ata do të gjenden përgjegjës për një vepër të tillë penale. Ky ndalumi është pronari i kompanisë, është person që u marr direkt me mbikëqyrjen e personave tjerë aty në punishte, nëse mundesh veç më na i dhon pak detaje? Po tash, si informacion fillestar kemi që në rastin konkret ka ndodhur nga ana një makine e cila ka bartur beton dhe ka qenë duke bërë shpërndarja e betonit me anë të një krani ose një pajisje të ndërtimit, dhe gjatë punimit që janë bërë aty, vërehet që një punëtor lëndohet nga ajo pajisje që bie, e që në rastin konkret kemi një person i cili sipas informata fillestare ka qenë përgjegjës për në mënyrë të vendoset sa më sigurt që të mos vihet deri te një aksident i tillë. Kto janë momentalisht
arsyet fillestare për cilën edhe ne kemi marrë një vendim për ndalimin e tij deri në zbulimin e rrethanave plotësisht të ngjarjes. Vdekja e 26 vjeçarit ka ndodhur në prezencën e dëshmitarëve, andaj prokurori ka autorizuar policinë që t'i intervistojë të gjithë personat që ishin prezent në momentin e aksidentit. Çka tjetër jeni të punu prokuror në këtë rast tash tu marr parasysh që sapo veç jeni kthy prej terrenit? Tash duke marrë parasysh që rasti ka vazhduar hetuesit, të cilët janë duke punuar me urdhër të prokurorit, patjetër që janë duke të marrë të gjitha veprimet, në rastin konkret momentalisht janë duke u marrë dëshmitë e dëshmitarëve që kanë qenë në vendin e ngjarjes, janë duke u marrë videongjizimet nga DVR-i i kompanisë e cila kanë qenë duke punuar punëtori, po ashtu të gjitha informata tjera relevante të cilat na ndihmojnë neve në këtë rast që në mënyrë sa më përmbledhëse të kuptojmë rrethonat, arsyet dhe përgjegjësit për një ndodhi të tillë fatale fatkeqësisht. Pas intervistimit të dëshmitarëve dhe shiqimit të pamjeve të kamerave e po ashtu hetimin e rrethanave tjera rreth ngjarjes, prokurori ka 48 orë afat për me paraqit para gjykatës kërkesën për masën e paraburgimit për të ndaluarin. Prokurori ju pas keni ndaluar një person, a keni me bë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj tij? Po tash fillimisht ne kemi ndaluar për 48 orë dhe gjatë periudhës brenda të cilës neve na lejohet të analizojmë të gjithë rastin para se të bëjmë një kërkesë. Ne do të shohim çdo detaj të rastit, do të informojmë për çdo gjë, duke parë që në vendin e ngjarjes kemi pas shumë dëshmitar, kemi videoingjizime, të gjitha do t'i analizojmë një nga një dhe pastaj do të marrim një vendim nëse në rastin konkret përgjegjësia e tillë e të ndaluarit me të vërtet duhet të bëjmë kërkesë apo të vazhdojmë me ndonjë masë më të butë se paraburgimi. Hetimet e këtyre rasteve janë sfiduese për prokurorin pasi në shumicën e rasteve ku ka aksidente me lëndime, i lënduari menjëherë merret nga kolegët e tij dhe dërgohet për ndihmë mjekësore. Atje njoftohet policia e cila bën një raport rreth aksidentit dhe e dërgon në prokurori. Në rastet e veprës së tillë penale, me të vërtet ka probleme si vepra penale në hetim për shkak se sidomos në raste kur ka vetëm lëndime, jo humbje edhe të jetës, sepse në gjitha raste kur ka humbje të jetës edhe prokuroria është angazhuar direkt në vendin e ngjarjes, por kemi shumë raste kur kemi lëndime në vendet të punës dhe ato raste ata me urgjencë marrin viktimën dhe dërgojnë në spital dhe pastaj çdo provë, çdo gjë është pak më vështirë të sigurohet, por megjithatë në shumicën e rasteve deri më tani kemi vërtetuar sakt dhe kemi ardhur deri në përfundime shumë të sakta të mënyrës aksidenteve të ndodhura për shkak edhe të daljes në terren të inspektorëve të punës të cilët përpilojnë një raport të shpejtë edhe po ashtu të zyrtarëve policor, forenzikës, të cilët me të vërtet bëjnë punë të madhe për të siguruar provat fillestare dhe shumë të rëndësishme se si ka ardhur deri te një aksident në vendin e punës, e sidomos duke na bërë me dije inspektorati i punës se nëse personat juridik kanë ndërmarrë të gjitha veprimet e duhura në sigurimin e punëtorëve dhe shëndetit të tyre në vendin e punës. Në prokurorinë e Prizrenit në vitin 2025 janë të regjistruar 40 raste të aksidenteve në punë, ndërsa në vitin 2026 rasti i të riut 26 vjeçar është i pesti i regjistruar në prokurori. Po tash vetëm duke marrë parasysh që si vepër e tillë e hasim shpesh edhe vetë nëpër media dhe sidomos gjatë kohës së verës më shumë të shpeshtohen, po në prokurorinë themelore në Prizren vetëm gjatë vitit 2025 kemi pasur rreth 40 raste të pranuara dhe të cilat më pas janë trajtuar dhe është ngritur akt akuzë ndaj tyre në rastet ku kemi gjetur përgjegjës, edhe personat përgjegjës, edhe personat juridik. Se në rastin konkret, kur nëse shtjellojmë më shumë si lloj veprës penale dhe mënyra se si punëdhënësit ose personat juridike shohin sikur ne kemi siguruar kapelat, edhe ne kemi siguruar disa masa mbrojtëse, po ata nuk po i përdorin në rastet konkrete edhe në vendime të gjykatave dhe më të larta, vrehet se personat juridik gjithsesi duhet të gjenden përgjegjës në çdo rast
kur ata nuk kanë vendosur persona përgjegjës brenda një vend punishte, ku ata nuk duhet të lejojnë punëtorët të veprojnë kryen veti si të dojnë ata. Sepse jo çdo punëtor është i vëdishëm për rrezikun që e pret. Po një punëtor, një kryepunëtor, një përgjegjës i vend punishtes, i cili ka përvojë në këtë punë dhe përgjegjësi dhe e kupton rrezikun, ai gjithsesi do të jetë i përgjegjshëm që të ndalojë punëtorët të mos bëjnë veprime të caktuara të cilat do të vinë të erë. Prandaj, duke pasur parasysh këtë, ata mbeten përgjegjës për lëndimet që ndodhin brenda vendit të punës, nëse nuk i kanë respektuar rregullat që dalin nga ligji i punës, nga ligji për mbrojtjen e punëtorëve në vendin e punës dhe shëndetin e tyre. Këtë vit, a kemi trend më të vogël të lëndimeve në punë? Po, duket sikur këtë vit është një trend më i vogël, duke pas parasysh që deri më tani gjatë vitit 2026 kemi rreth 5 raste të ndodhura me rastin e sodit 5. Andaj edhe mund të themi që ka raste, po jo shumë të mëdha, po kemi edhe disa raste që na kanë ardhur jo ashtu si kallëzim penal, po për shkak që punëdhënësi dhe inspektorati i punë punëdhënësi i ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij ndaj punëtorëve dhe inspektorati i punës nuk ka gjetur asnjë shkelje, atëherë rastet të tilla vijnë për shkak të lëndimeve të vogla dhe jo shumë. Na vinë si raste jo si kallëzime penale, po si raste për të vlerësuar, e të njëjtat pastaj pas vlerësimit të prokurorit mund të vendosë që me të vërtetë në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me ndonjë përgjegjësi penale të ndonjë personi brenda fabrikës ose vendit të punës, por ka qenë duke pasur të gjitha masat mbrojtëse, të gatshme, të mundshme dhe njoftimet e duhura në pajisjet ku punojnë punëtorët dhe me gjithë mos respektimin e tyre, punëtori ka bërë veprim të pa përgjegjshëm, atëherë ne me vërtet i lirojmë nga çfarë do përgjegjësie që pretendohet ndaj tyre. Të dhënat nga Prokuroria e Shtetit tregojnë për një situatë shumë shqetësuese. Në shumicën e këtyre rasteve punëtorët nuk i bashkohen ndjekjes penale ndaj punëdhënësit. Edhe pse ata deklarojnë se kanë qenë fajtor vetë dhe nuk i kanë respektuar rregullat e shëndetit në punë, prokuroria aty ku gjen elemente procedon me akt akuzë. Kjo situatë ndihmon pronarëve të kompanive të dalin me dënime më të ulta. Në këto vepra penale, për ato që unë kam mundur deri më tani të trajtoj, kam parë që shumica e punëtorëve, për mos më të them të gjithë, në prokurori, në prezencë time, kanë pranuar se ata vetë kanë qenë të pakujdesshëm gjatë punës dhe punëdhënësi pas aksidentit është kujdesur për të gjitha shpenzimet dhe në aspektin moral dhe material për të gjitha është kujdesur, andaj edhe ata duke ndjerë një, si të them, duke ndjerë një detyrim ndaj tyre për angazhimin që kanë bërë, ata gjithmonë tërhiqen edhe nga ndjekja penale, nuk qëndrojnë ndjekjes penale dhe nuk kërkojnë dëmshpërblim. Megjithatë, duke marrë parasysh se kodi penal është parashe neni 358 si nën blanket i cili thirret në ligjet që rregullojnë ndërtimin në këtë rast, ose vendin e punës, duke pas parasysh se ato i rregullojnë formën se çysh një punëdhënës është i detyruar të organizojë punën e tij në një vend punishte, ose në një fabrikë, ose kudo qoftë që janë duke punuar punëtorët, nëse punëdhënësi nuk i ka respektuar rregullat që dalin nga aktet pozitive që rregullojnë veprimtarinë e tyre, ne gjithmonë do t'i gjejmë përgjegjës pa marrë parasysh nëse viktimat tërhiqen apo nuk qëndrojnë mbas për shkak se është vepër penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare dhe jo sipas propozimit. A i trajnojnë punëtorët këto kompani, a hasnin në këto certifikatat e trajnime që duhet mi pas këta për me pa dhe ata vetë se cili është rreziku edhe cilat janë masa që duhet mi marrë në sigurinë e shëndetit edhe mbrojtjes në vend pune? Në shumicën e rasteve në vend punishte të ndërtimit të lartë, me të vërtet inspektorati i punës në raportet e tyre ka gjetur se punëtorët nuk janë të trajnuar për punën që bëjnë. Andaj edhe ajo ka qenë një ndër shkeljet që ata
janë gjetër përgjegjës. Por megjithatë, në disa raste kemi arsyetimet e tyre që sapo ka filluar të punoj ose punon 5 ditë dhe pastaj punëtori largohet, nëse trajnoj ato me humpën, për neve ato nuk janë relevante për trajtimin aspektit penal nga ana e prokurorit, nuk luajnë rol, andaj ne gjithmonë i gjejmë përgjegjës në momentin kur ata nuk i sigurojnë pajisjen mbrojtëse, nuk i trajnojnë për përdorimin e pajisjeve. Në të gjitha rastet ku ata nuk vendosin shenja të qarta, duke vendosur shenja të qarta ku tregohet mënyra e përdorimit të një makine ose parandalimit ose lajmërimet e rreziqeve që paraqiten ato për punëtorët në mënyrë që ata të ruhen më lehtë, duke e kuptuar rrezikun me anë të shenjave, që ato të gjitha i parashihen edhe ligjet. Andaj në këto raste ne gjithmonë i gjejmë përgjegjës, megjithse të gjithë punëtorët deklarohen se ne kemi qenë pakujdesshëm edhe mundohen gjithçysh personat juridik të lirojnë kanë ndonjë përgjegjësi për lëndimin e tyre në punë. Po megjithatë, në çdo rast kur gjejmë që vetë punëtorët kanë qenë të pandërgjegjshëm gjatë punës së tyre dhe megjithse i kanë pas të gjitha paralajmërimet dhe të gjitha trajnimet dhe rregullat e vendosura nga punëdhënësi dhe nuk e kanë respektuar, ka shkuar në kundërshtim me detyrat e tij të punës, pa urdhër nga punëdhënësi ose menaxheri i vendit, atëherë megjithatë ne nuk i gjejmë përgjegjës personat përgjegjës dhe firmat, po mbetet si rast që ka qenë vetlëndim. Një aksident në punë është çështje shumë serioze. Sipas ligjit, aksidentet duhet të hetohen deri në fund dhe për këtë arsye, prokuroria në Prizren ka kërkuar nga gjykata që ndaj të arrestuarit lidhur me ngjarjen tragjike të 26 vjeçarit të caktohet masa e paraburgimit. Gjykata e Prizrenit ka vendosur për kërkesën e prokurorisë dhe ka caktuar 30 ditë paraburgim për të dyshuarin. Për të sqaruar situatën e kemi telefonuar mbrojtësin e të dyshuarit të këtij rasti, avokatin Miftar Qelaj, i cili ka dhënë versionin e tij rreth ngjarjes. Fillimisht unë ndjej keqardhje dhe i shpreh guzhëllimet sinqerta familjes së dëmtuar. Pavarësisht unë kam rolin e avokatit në këtë rast dhe edhe unë si avokat më ka keq sepse ka qenë një ndër rastet shumë të rënda që ka ndodhur kohëve të fundit. Megjithatë, klienti im është në ditën kur ka ndodhur rasti, ka përjetuar shok, traumë, i them. I njëjti dy herë është paraqit në emergjens, e ka marrë tretmanin mjekësor dhe nuk ka qenë në gjendje as të dhënat e tij personale me ja komuniku doktorëve atë, për shkak të shokit të rrallë totalisht që e ka përjetuar, sepse në momentin kur ka ndodhur ky aksident, bashkë me viktimën në këtë rast, kanë qenë afër njëri tjetrit dhe në momentin kur ka ndodhur aksidenti, ai ka ndodhur para këmbëve të tij dhe ka përjetuar në këtë rast. Nuk ka qenë gjendje emocionale as të dhënat e tij personale me deklaru, e lere mo me deklaru diçka për rastin. Përfaqësuesi kompanisë që e ka qu betonin aty apo? Jo, këto dhëna janë gabimisht, edhe institucionet shtetërore janë referu gabimisht, për shkak se ky është punëtor i një kompanie e cila e ka furnizuar kompaninë me beton. Ky me kontroll punë është kranist, domethënë vozit krane. A është çaj krani që është kput edhe i ka ra atij punëtorit? Jo, gabimisht, krani nuk u kput asnjëherë. Na policia na ka dhënë video të cilën e kemi pa. Do të thonë, vend punishtja ka pas edhe kamera të sigurisë, ku pasqyrohet ngjarja se si ka ardhur te ky aksident. Krani nuk është kaput, mirë po, si pasojë e dheut i cili ka qenë, tash nuk e dim çka ka pas, a ka qenë një lagësht apo ka rrshit dheu, njëra nga këmbët që sigurohet pajisja që pompa e betonit, është për një moment ose për një çast ka sharrun dhe edhe vetëm ka lëviz pozicionin e saj. Ne kemi kërkuar të marrë një përgjigje nga investitorët në kompleksin e ndërtimit ku ka ndodhur ngjarja. Ata nuk kanë dashur të flasin për shkak të ngjarjes së rëndë që ka ndodhur. Këto janë pamjet e vendit ku ka ndodhur ngjarja tragjike.